Nga të nisim. Loredana Brati. Një... Datën 7 maj. Lind Lori. 1999. Nga një dashuri shumë të madhe të Mimos edhe Sarës, dhe pse mami ka shpëtime. Nuk e di si ta bë këtë, tani pa fos pak si kot. Loredana Brati. Problemi të folurës filloi në të ishte një problem, pjesa tjetër ka të bëj, se s'po punon mirë. Pjesa tjetër në njerë lidhej me... Ta bëj kështu. Se jam që fiksuar në këto. Edhe mami dhe babi kam patur shumë të rëndësishme gjithë edukatën time e të vllajit. Unë edhe baj nuk shkonim. Jo, prit, një sekond. Në fillim kishim këtë marrëdhënien, nëse mos të kishte bërë tani vlezër. Prit, këtë do të them në fillimin. Jo, nuk kanë kërkuar falje, po ju rrej. Jo që ju rrej kështu. Ala pipino fare. Se nisë të mobetin. O zot. Deri në 2022. Jo, deri në 2021. Oj, prap. Prit, ta fshi pak të pjesën. Se nuk po i mbaj mirë dhe datat si janë. Se nuk i kisha menduar dhe mirë si dhe bëja këtë. Në zot, kam duar... Jo, një sekund, da bëjmë mirë. Se kjo dhe me emocionën një pak. Dhe fundit. është një histori pak. Në 2000... Prit, si të da bëja. Si der tashi, vetëm budallej. UK. Apo ta bëjmë kështu. Ata kërkoni një djalë, por në fakt linda unë. Edhe rolin e vajzës mu takoj ta bëja për shumë pak kohë. Dhe pse ne jetonim në atë kohë në Itali, unë nuk e di pse gjithmonë kërkoja Shqipërinë. Të zdo gjëndesha gjithmonë në këtë mes. Në Itali isha shqiptarja, ndërsa në Shqipëri isha italiania. Mbajmën në shkollën fillore, filluan skenat e para, le të themi, të racizmit. Isha vetmja vajzë në atë shkollë shqiptare, imigrante, edhe kjo gjë më vjen në dukje gjithmonë. Unë kisha një farë problemi me të folurën, edhe shumë shaka, por ndonjëherë ato shaka beshin të tepruara. Në shumicën e rasteve, vetëm unë, mami edhe Riku i Vockël. Babi filloi të mos të rinte fare me në shtëpi. Filloi të loste lërat e fatit, që për ne kanë qenë fati janë easy. Unë isha vetëm 12 vjeç. Riku që rinte gjithmonë në dhëmë, mami qante. Janë disa skena që nuk kam për t'i harruar. Edhe ti ma ke duruar shumë. Kisha mamin në depresion. Filloi të mos ishte më prezente, si ishte më përpara. Se kishte më atë përkujdesjen.
Mami filloi që të largoj nga njerëzit, të rrinte në krevat, mos të fliste. Mami filloi të ishte agresive. Fillova unë për kujdesjen për vllajin, mamin, edhe për Mimon. Isha unë që i ngrija humorin, i bëja për të qeshur, që e çoja vllajin te parku. Isha unë. Që duhet të isha shtylla e shtëpisë në ato momente. Kur gjithçka mbaroi, ne të katërt u bërëm 4 fantastike. E them që është jeta e tyre e parë dhe e fundit. Ata kanë sakrifikuar të gjithë për të rritur neve. Edhe unë nuk e di, do mjaftoj një jetë unë t'ja kthej, po ky gabimi që kam bërë i fundit s'po më lë rehat, me thënë drejtën, s'po më lë rehat. I thash jo babit për Jozin. Do të ktheja kohën mbrapa, me sigurt një edhe një gjë do të bëja. Por aja vlejti. Duke se jo. Të gjitha këto eksperiencat e jetës time më bëjnë sot të jem Loredana Brati, që është një vajzë që kësaj jete do ja marrë më të mirën. Do i tregoj atyre 2 prindërve që asgjë nuk më ndal. Unë kësaj jete o do i marrë më të mirën, o do ja marrë më të mirën o s'ka.